Dafina Zeqiri është në kohën e fundit të shtatzanisë së saj, por ajo lëvizjet e tepërta nuk po i ndal. Së fundmi Dafina ka pauzuar nga koncertet dhe paraqitjet në përmbrëmje muzikore nga se është afër lindjes së fëmijës së saj të parë, por këngëtarja nuk i ka ndalur daljet e saj të përditshme dhe as paraqitjet nëpër rrjetet sociale. Së fundmi është bërë publike kjo video ku Dafina shihet duke kërcyer ndërsa në barkun e saj shihet bebi që po kërcen bashkë me të. Këtë video burri i Dafinës Kreshniku e ka publikuar dhe e shoqëron me shaka duke thënë "Kalu". Vlen të cekim se para pak kohësh u përflet për një ndarje të çiftit, mirë po kjo gjë nuk doli që të ishte e vërtetë nga se vetë çifti Dafina dhe Kreshniku e përgënjeshtruan këtë lajm, të cilin e quajtën lajm të rrem dhe dashakeq. Dafina dhe bashkëshorti i saj Kreshniku, ku në çdo paraqitje të tyre shihen shumë të lumtur dhe nuk vrehet që mes tyre mund të ketë diçka të keqe apo ndarje siç është përflitur ditë më parë.